Thot vinë me lajket e rahmetit me mendafsh të bardh. Ta i del shpirti besimtarit, edhe kur i del shpirti besimtarit, i del me erën më të mirë si era e miskut. Deri sa thon brin shpirti besimtar kush? Te shpirtat e besimtarve, domethënë takohet me shpirtat e besimtarve. E ata besimtar që kanë ndekna përpara, çaq gëzohen që ka ardhur ky, gëzohen më shumë se kur e presin dikon që ju ka mungu. Ja i bën dynja kur vjen dikush, për shembull, e ki babën, nanën, vllahun, se ki pas që 10 vjet apo në gërbet. Kur e marr vesh që ka mbrim Prishtinë, çysh është? Tash para mendoj që tash me thon ty që ka tek baba, ty që ka tek nona, me thon ki mu taku me babën, ka tek baba 70 vjet, 19 vjet. 20 vjet ka tek baba. Ai sheksu as sheksu. Bilal e ka sheksu. Wallahi sheksu shumë, edhe te dhone. Tash pyetsin, interesohen ata që kanë vdek për ata që kanë lënë në dynja. Po çka ka bëu filoni? Atëre disa prej shpirtave të besimtarëve i thonë atyre që po pyesin pi besimtarëve të tjerë, thotë pret thotë. Le të pushon pak sot se ka ardhur pi derteve të dynjas. Dynjaja dert të dashur të vi. Ka ardhur pi derteve të dynjas, le të pushon pak. Tani të e pyetim. Feja kul atëherë ky thotë ju përgjigjet. Pyesin për dikon thotë ka filoni çka ka bëu? Thotë ka vdek, as ka ardhur te ju? Atëherë thojnë këta thotë thotë pas ka shku te nana e tij që është hauja. Kush është hauja? Një pillojeve të xhehenemit. Sahabet edhe tabiin, që kanë bëu këta? Radiallahu anhum. Thot, kur ndokush ishte në agoninë e vdekjes, shkojshin të aj, edhe vizitojshin edhe i thëjshin, qoj selam filonit, qoj selam fistekit. Kur i erdh thot Kaabit, i erdh agonia e vdekjes, erdh nona e Bishrit, erdh tha edhe i tha, o Ebu Abdurrahman, a nëse e takon filonin atje, qoj selam prej meje. Atëre ky Ebu Abdurrahman ja kthej tha, Allah i tha të falt mërë Ummu Bishr. Allah të falt tha. Na kena prokupime tjera atje. Atëre kjo tha ja Ebu Abdurrahman, o Ebu Abdurrahman, a nuk e kemë dëgju pejgamberin se ka thonë, shpirtat e besimtarve janë në barqet e zogjve të gjelbërt, të cilat të rinë në pemë të gjennetit. Dhe me këta kohën. Pita benve, Muhammed ibn Munkadir, thot, dakhaltu ala Jabir ibn Abdillah, radiallahu anhu, thot, Jabir ibn Abdillah ka qenë sahabe, pi sahabët pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Muhammed ibn Munkadir ka qenë një alim i madh, dietar i madh. Thot, kina në agoninë e vdekjes të Jabir ibn Abdillahi, fa kultu, çai ka thonë, çai selam Rasulit alayhi salatu wassalam. ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم.